Alpinistët zbulojnë varrin sekret në majtë të malit, habiten pasi shohin se çfarë fshihet brenda. Kur një grup alpinistësh u përplasën me këtë varr gjatë një prej ngjitjeve të tyre malore, ata nuk mund ta besonin fatin e tyre. Hyrja e varrit fillimisht ishte e fshehur pas një guri të madh, ndërtimi të rrethuar, dhe alpinistët duhet të bënin përpjekje për ta rrokullisur atë gur në mënyrë që të mund të hynin në varr. Por kur hyn, nga zëllimi i tyre u zhndrua në frikë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit dhe siguroni që ta abonoheni nëse nuk e keni bërë, dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Vari ishte i errët dhe i lagësht, dhe ajri ishte i rënd me erën e kalbjes. Ema qëndronte në mes, e ndarë mes frikës së saj dhe vendosmërisë së grupit për zbuluar misterin pas derës. Me një ndjenjë aventure dhe kurioziteti, Ema më në fund u dorëzua dhe pranoi të vazhdonte eksplorimin. I armatosur me një gur të rënd, Tomi provoi fatin për të zhbllokuar derën misterioze. Tomi përdori të gjithë forcën e tij dhe goditi me gur bllokimin sa më fort që mundi. Ai kishte shpresuar se do të thyej pas goditjes së parë, por nuk ndodhi. Ai nuk u dorëzua dhe vazhdoi të gjuante bravën disa herë të tjera. Tomi mori disa herë frymthell, ndërsa mblodhi guximin për detyrën e tij të radhës. Ai qëndroi para derës dhe goditi atë me një goditje të fortë. Dera u hap ngadalë, duke lëshuar një zhurmë të fortë dhe të tmerrshme ulërim. Nuk duhet të ishte hapur për shumë vite. Treshja mbajti frymën dhe kuptoi se nuk mund të ktheheshin më tani. Teksa hyn në kalimin e fshehtë, ajri u lagështua dhe u bë i mykur. Muret ishin të veshura me simbole misterioze dhe hieroglife të çuditshme. Vendosmëria e Kris dhe Tomi nuk u lëkund, pavarësisht protestës së Emës për t'u kthyer prapa. Shumë shpejt, lidhma e Emës depërtoi në eshtjen e frikshme të pasazhit të lashtë dhe treshja u ndesh me diçka që u mori frymën. Të gjithë u zbehen kur kuptuan se çfarë po shikonin. Tani, ata po qëndronin në një hapësirë të hapur, të rrethuar me skelete. Nga do që shikonin, pan grumbuj kockash. Ndërsa shikuan përreth hapësirës, vunëre diçka në lidhje me skeletet. Duke sikur të gjithë ishin të vendosur në një rreth të madh, me një skelet në mes të tij. Teksa ju afruan skeletin në mes, vunëre diçka të çuditshme në të. Ata pan diçka që shkëlqente në duar. Ai mbante një kuti misterioze. Pasi hodhën një vështrim më të afërt, pan se kutia ishte plotësisht e mbuluar me një lloj mbishkrimi. Kris dhe Tomi po diskutonin se cila do të ishte mënyra më e lehtë për të hequr kutin nga kapja e skeletit, kur dëgjuan një zhurmë të dobët shushurimore që vinte nga errësira. Të gjithë ngrinë në vend. Tomi dhe Kris ndezën shpejt dritat e tyre rreth dhomës, dhe ata u qetësuan kur pan se ishin vetëm disa gjethe dhe mbeturina që i kishte fryrë era. Ema u lut atyre që ta linin kutin pas dhe të shkonin në shtëpi, por Kris dhe Tomi ishin të vendosur të zbulonin sekretet brenda saj. Në fund, Ema pranoi të qëndronte, por ajo nuk do të ndihmonte. Ajo nuk donte të prekte ndonjë skelet apo as të qëndronte shumë afër tij. Ema priti jashtë rrethit të skeletit, ndërsa Kris dhe Tomi u afruan me kujdes skeletit në mes. Përsëri, të dy ishin të frikësuar, por kurioziteti i tyre ishte shumë i madh se frika. Të dy djemve nuk u pëlqente të ishin brenda rrethit, kështu që vendosën ta bënin shpejt. Duart e Tomi dridheshin ndërsa i zgjati te kutia, duke ndjerë një djersë të ftohtë që i shpërtheu në ballë. Krisi të roqi me kujdes gishtat e skeletit dhe me një tërheqje të fundit, Tomi shkputi kutin nga dora e skeletit. Zhurma e plasaritjes së kockave i oi në përdhomën e lashtë. Ndërsa tre shikonin mbishkrimet në kuti, arritën në përfundimin se duhet të ishte një gjuhë e huaj, ndoshta edhe e lashtë. Ata e mbanin me radhë kutin, e kontrolluan nga afër dhe kërkonin një mënyrë për të hapur, duke e pamundur. Ema u përfshin të gjitha dhe harroi frikën e saj për një sekond. Ai ishte vendosur të gjente një mënyrë për të hapur. Pasi hodhi një vështrim më të afërt, Ema zbuloi se kutia ishte me të vërtetë një enigmë dhe se shkrimet në kuti ishin modele dhe simbole që prisnin të zgjidheshin. Sytë e saj shkëlqenin nga vendosmëria dhe kurioziteti, teksa gjurmonte shenjat me gishta, duke imagjinuar se çfarë do të gjente brenda. Ajo mori frymthell dhe pranoi sfidën. Çdo kthesë dhe kthesë e simboleve mbante një të dhënë, një pjesë të enigmës që priste të deshifrohej. Ajo mund ta ndjente se pothuajse e kishte zgjidhur dhe më pas, ndërsa ktheu pjesën e fundit në vend, mbajti frymën. Papritur, ajo dëgjoi një klikim të butë nga brenda kutisë.
Hajde Ema, çfarë ka brenda? Na trego, than Chris dhe Tommy, por Ema qëndroi eshtur. Ajo përshqyrtonte opsionet e saj. Ajo thjesht mund ta mbyllte kutinë dhe t'u thoshte se ishte bosh, ose mund i tregonte menjëherë. Por nëse ajo do t'i tregonte, ata do të rinin këtu edhe për pak kohë. Ai ishte e sigurt për këtë. Ajo vendosi thjesht i tregonte. Ata kishin arritur deri këtu dhe nuk mund ta mohonte se ishte kurioze se ku do t'i çonte përmbajtja e kutisë. Chris dhe Tommy gulçuan ndërsa ajo ua tregoi atë. Ishte një çelës i artë, me shkëlqim dhe i bërbukur, me shumë detaje ndërlikuara. Ata vendosën të fillonin fillimisht të shikonin në dhomë me rrethin e skeletit. Ata nuk e dinin se çfarë kërkonin saktësisht, por i mbanin sy të hapur për çdo gjë që mund të hapej me një çelës, një derë, një lloj kasaforte, një kuti tjetër. Pas një ore tjetër, ata ende nuk kishin gjetur asgjë. Ata pothuajse kishin filluar të humnin shpresat dhe ishin gati të shkonin në shtëpi kur Chris bërtiti. Ej, këtu, gjeta diçka. Chris kishte gjetur një hapje të fshehtë në një dhomë tjetër. Ai kishte qenë duke kontrolluar një mur dhe teksa shtyu aksidentalisht një gur, dëgjoi derën e gurit duke u hapur. Ndërsa u hap, një dritë e ndritshme shkëlqeu përmes hapjes. Teksa kalonin nëpër derë, ata nuk mund ta fshihnin habin e tyre. Ata kishin hyrë në një dhomë të bukur, të mbushur me statuja dhe thesare me shkëlqim. Sytë e tyre vallëzuan rreth dhomës teksa i futën të gjitha. Më pas vuneri diçka që ishte ndoshta edhe më veçantë. Ata dalluan shumë artefakte dhe dorëshkrime, arta dhe skulptura të çuditshme. Çfarë zbulimi i veçantë. Por ata kishin ende një gjë për të bërë. Ata ende duhet të kuptonin se për çfarë mund të përdorej Chelsea nga kutia misterioze. Ata pan rreth dhomës për pak dhe vunre disa kuti të mëdha që mund t'i provonin kur u ndërprem papritur. Ata dëgjuan diçka nga larg. Dukeshin si zëra që përshpërisnin. Të gjithë e pan njëri tjetrin tronditur, të tmerruar. Pak çaste më vonë ndodhi diçka tjetër. Zhurma e fortë e kapjes filloi të ellonte nëpër dhomë. Po aq befa si kishte filluar zhurma, tani ajo pushoi. Rishja qëndroi aty në eshtje të plotë, të friksuar për televizor. Ata duhet të bënin diçka. Por çfarë? Ata ishin të gjithë mërruar dhe donin të largoheshin të gjallë nga ky vend. Papritur, Chris u zhduk. Ai vrapoi në përhapje larg syve të tyre. Ema dhe Tommy e ndoqën atë sa më shpejt që të mundeshin. Ai po vraponte përsëri në vendkalimin e errët nga kishin ardhur. Chris, prit! Bërtitën ata, por ai vazhdoi të vraponte. Më pas e dëgjuan duke bërtitur. Tommy dhe Ema pan njëri tjetrin tronditur dhe vrapuan pas Chris sa më shpejt që t'ishte e mundur. Sa po mbritën, pa frym, pan se çfarë kishte ndodhur. Ata ngrinë në vend, krejtësisht të tronditur. Si ishte e mundur kjo? Kush e kishte bërë këtë? Ky ishte një makt absolut. Për tronditjen e tyre, dera metalike që Tommy kishte hapur më parë ishte mbyllur përsëri dhe ishte e mbyllur. Ata refuzuan ta besonin dhe bën gjithçka që mundën për të hapur derën përsëri, por asgjë nuk funksionoi. Ata as nuk mundën ta hapnin këtë herë. Ata duhet pranonin që kishin ngecur aty. Teksa qëndronin para derës së mbyllur, zemrat e tyre u fundosën nga frika. Lotët e Emës u kthyen në të qara kur u shfaq realiteti i situatës së tyre. Chris dhe Tommy shkëmbyen një vështrim të shqetësuar. Atëherë Ema kuptoi se ajo e kishte ende Chelsin. Sigurisht, ishte një goditje nga largësia, por ishte vetmja gjë që u mbetet të provonin. Po sikur Chelsea të mos mund të hapte këtë derë, ata do të mbeteshin aty përgjithmonë dhe ky mendim i trembi më shumë se çdo gjë tjetër më parë. Me lot në sy, ajo mori frym thellë dhe u lut që Chelsea të futen në brav dhe me siguri mjaft u bë. Të gjithë gulçuan nga emocioni dhe shpresa nga mendimi për të shkuar në shtëpi së shpejti. Ema sapo ishte gati të kthente Chelsin dhe të hapte derën, kur dëgjuan sërish të njëjtat zëra që vinin nga errësira. "Bëj Ema, tani!" Bërtiti Chris urgjentisht, duke nxitur gruan e tij të vazhdonte, ndërsa ata përpiqeshin dëshpëruar të shpëtonin nga vari misterios. Ema më në fund hapi derën dhe ata u mblodhën drejt hyrjes së varrit, duke vrapuar sa më shpejt që të mundeshin. Pa frym dhe tronditur, ata dolën nga vari, me mendjet e tyre të vërshuara nga pyetjet. Kush e kishte mbyllur derën? Cilat ishin ato zëra që dëgjuan? Ata ishin ende të friksuar, por edhe jashtëzakonisht të lehtësuar kur pan dritën e ditës dhe thithën ajrin e pastër. Ndërsa zemrat e tyre po rridhnin ende nga përvoja e tmerrshme që patën brenda varrit, ata menduan se çfarë do të bënin më pas. A duhet të shkojnë në shtëpi dhe të harrojnë këtë, apo duhet të thrasin policinë?
Ato t'i besonte policia nëse do dëgjonte historinë e tyre. Pasi u menduan pak, ata e dinin se çfarë duhet të bënin. Të tre ranë dakord që patjetër t'i tregonin policisë se çfarë kishte ndodhur, por në vend që telefononin, vendosën të shkonin menjëherë në stacion. Kur mbërritën në komisariat, askush nuk u besoi, gjë që nuk ishte një surprizë e madhe. Ema ishte vendosur, ajo nuk i kaloi gjithë ato vështirësi vetëm për t'u dëgjuar në shtëpi. Ajo ishte kokfor dhe më në fund mundi të binte 2 nga oficerët që të ktheheshin në varr me ta. Ema shihte se oficerët ishin të mërzitur, por ajo e dinte se ata do t'i besonin sapo të arrinin në hyrje të varrit. Kur të pestë arritën në hyrje, oficerët gulquan me mosbesim. Ata menjëherë thirrën për mbështetje dhe pak më vonë vendi ishte mbushur me makina policie, oficer, madje dhe arkeolog. Ata filluan një hetim dhe Chris, Ema dhe Tommy më në fund arritën të shkonin në shtëpi. Disa ditë më vonë, policia trokiti në derën e Emës dhe Chris. Një oficer erdhi për të ndarë disa lajme të rëndësishme me ta. Siç rezulton, ata kishin zbuluar diçka shumë të veçantë. Vari përkiste një qytetërimi të lashtë të humbur. Ky ishte një lajm i pabesueshëm dhe 3 miq u tronditën. Megjithatë, ata kishin ende një pyetje. Ata ende nuk e kishin kuptuar se çfarë ishin ato zëra dhe tinguj të tjerë që kishin dëgjuar brenda varrit. Oficeri qeshi dhe udhësa e hetuesit kishin gjetur një shpjegim edhe për këtë. Ata në fakt kishin qenë njerëz të tjerë brenda varrit me ta dhe ishin arrestuar. Ema dhe Chris qeshën kur mësuan pse ata ishin grabitës varresh. Një grup hajdutësh kishin dëgjuar thashë theme për një thesar të fshehur diku në zonë dhe kishin gjetur hyrjen e varrit. Megjithatë, ata kur nuk arritën të gjenin dhomën e fshehur, por Chris e bëri. Kjo është dhe arsyeja pse grabitësit ua kishin mbyllur derën që të mos shpëtonin me thesarin. Grabitësit e varreve u arrestuan dhe Chris, Ema dhe Tommy u bën heronj në lajme. Fal tyre hetuesit arritën të zbulonin më shumë rreth këtij qytetërimi misterios dhe të harruar prej kohësh. Vite më vonë, kur hetimi u mbyll zyrtarisht, vari madje u bë një muze ku njerëzit mund të shihnin artefaktet e bukura të së kaluarës me sytë e tyre. Chris, Ema dhe Tommy vazhduan të shkonin në ecje. Edhe pse përvoja e tyre në varr kishte qenë e tmerrshme në atë kohë, ajo kishte forcuar lidhjen e tyre dhe ajo kishte ndryshuar jetën për mirë. Miqësia e tyre ishte bërë dhe më e fortë, dhe kur Chris dhe Ema patën fëmijën e tyre të parë, ata madje i kërkuan Tomit, ishte kumbari i vajzës së tyre.